10 vjet më pas, brenda 48 orësh, degradimi i dhunshëm i një sherri vulgar mes rojeve të sigurisë private dhe një protestuesi të marrë zvarr në një lokalitet të Shqipërisë, u bë zanafilla i një lufte globale online, ku nuk mbeti llogore mediatike e planetit, pa shkrehur municionet për kacë. Jo sepse bota u zgjua një mëngjes e alarmuar për fatin e flamingove të nartës dhe natyrën e Shqipërisë, ku deri dje zhvilloi egërsisht dhe qetësisht nën hundën e pandjeshme të botës, masakra më e përgjakshme e shekullit 21 mbi shpendët dhe kafshët e gjora që vriteshin për epshin shtazarak të mira gjuetarëve të ardhur nga perëndimi në këtë tokë pa shtet. Të ishte për botën, narta mund të kthehej qetësisht 10 vite më parë, kur flamengot nuk shtektonin më drejt lagunës saj, sepse i priste plumbi i kafshëve të dehura me 2 këmbë. Bota nuk u zgjua prej fatit nartës, po prej emrit të Jared Kushnerit, dhe sigurisht prej hijes së vjerrit tij, të cilin e urren për vdekje krejt armata globale online që kujtoi se gjeti në bulevardin e Tiranës Waterloon e Donald Trumpit. Dhe si në një film science fiction, bulevardi përputhi atë armatë të frikshme me krejt armatën e urrejtësve shqiptar, off dhe online. Jo ndaj Donald Trumpit, po natyrisht ndaj meje dhe ndaj jush. Të cilët i gënjeu mendja fuqishëm se çadra globale e kësaj proteste do të bënte mrekullinë që nuk e bëri dot çadra lokale e protestës së lulit tim. Dhe kështu, me sqepin e një zogut vetëm, do laheshin 2 esape të vjetra. Bota e madhe do ta turpronte Trumpin në betejën e nartës, fiks 2073 vjet pas betejës së Palasës, ku Cezari turproi Pompeun, ndërsa armata shurdhuese e influencerësve, followersve, analistëve, dialistëve, opinionistëve, urrejtësve, kinse patriotik dhe mercenarëve digjital të vënë dispozicion bujarisht nga armiqtë e Shqipërisë apo nga konkurrentët e saj të egër në industrinë e turizmit, do shpëtonte Shqipërinë nga unë, për llogari të karavidheve të opozitës së dukshme dhe të padukshme. Nga llapaqorat e ballibullistat, tek blok revolucionarët e aeroportit, dhe deri tek lukëndryshkurit e vet familjes son të madhe. Me befasinë e ngjashme me atë të një aksidenti fatal që të ndodh sa hapën mbyll syt kur ti aty, miliona njerëz që nuk dinë as ku ndodhet Zvërneci, dinin saktësisht se çfarë duhet mendonin për Zvërnecin. Jo sepse studiuan Shqipërinë, jo sepse lexuan dokumentacionin, jo sepse analizuan projektin, por sepse tek brishësia e bukur e një zogu identifikuan simbolin e një rezistence antikapitaliste, antitrumpiste, duke gjetur tek ai zog valvulën e shfryrjes së një mlefi total, ku më bukur se asnjëherë u hap edhe një kanal për mlefin kundër meje, kundër jush